Koha drekës i gjeti jashtë zyrave, por në Swiss Diamond liderët e 3 partive politike nuk erdhen pa punë. Ajo që i bëri bashkë Hashim Thaqin, Isa Mustafën dhe Blerim Shalën, u tha të ishte reforma zgjedhore. Që vim tha tjerë? I pari që doli nga kjo drejt pune ishte lideri LDK-s, por që nuk u pa interesuar të flasë për medje. Arsye paka shumë të ngjashme për t'i ikur gazetarëve gjetje dhe Blerim Shala e AK-s. Zoti Mustafa me sigurisht po nënsu, ose kryeminist. Por i vetmi që vendosi të flasë për atë që u diskutua në takim, doli të jetë kryetari i PDK-s Hashim Thaqi, njeriu që qeverisë me vendin e vlerësoi si mjaft të suksesshme takimin me liderët opozitar. Ai tha se ranë dakord që marrëveshja politike e prillit të vitit të kaluar në mes tij Isa Mustafës e Bexhet Pacollit të plotësohet në përpikmeri. Jemi dakorduar që të gjithë të respektojmë deri në fund marrëveshjen e arritur në mes liderëve politik tash të angazhuar në këtë proces edhe AK edhe parti tjera. Thaqi tha se u morën vesh po ashtu që të nis punën Komisioni për Reformë Zgjedhore, derisa reforma kushtetuese nuk u zu fare në gojë. Jemi i pajtuar që të vazhdojmë të diskutojmë, që të gjejmë format më të mira të komunikimit. E anash sipas kryeministrit nuk u las dialogu me Serbinë, për cilin proces një ditë më herët u caktua edhe koordinatori. Kemi diskutuar për mundësinë e vazhdimit, por para se gjithashtu implementimit të marrëveshjeve. Në takimin që më gjas u organizua nga ambasadorët e Kuwaitit, morën pjesë edhe nënkryetari i AKR-s Ibrahim Akolli dhe përfaqësues të partive të komunitetit Pakic, por këtu nuk u ban edhe përfaqësues të vetëvendosjes. Ta të fundit thanë se nuk i ftoi e as nuk i informoi kush.